Mbrim tani të kjo pikë dhe Zhabinën do të vijoj, sepse unë ndërpreva, që dilte emri Shtufit aty, që nëzorë t'ju, po tani unë pyetja është me përgjithshme dhe ju vazhdoni aty latë. Ku ishin investuar konkretisht parat e trafikut, në cilat hotele, resorte, biznese? A i ka spaku të shkruar këto? Ju diçka po të flisnit për... Po, në grupin që u godit para 2 ditë është sigurisht që ka të identifikuar, për shumë një ndër projektet ku ata do të investonin ishte një hotel luksoz në zonën e Jalos, i cili pritej të fillonte. Zigzag Hotel në mos gaboj, një hotel me 5 yje, i cili do të kishte edhe një brand ndërkombëtar që do të vendosej aty, dhe ishte një investim 10 milion euro, i cili parashikoi të zhvillojë në këtë zonë. Por ajo që unë nisa të tregoja zotër ekipi, ka të bëjë me dosjen e disa ditëve më parë, dhe ajo që del një ndër konkluzionet, po them, është që këta persona për cilët ne po diskutojmë, po flasë për këta që organizonin trafikun e kokainës, në një farë mënyrë identifikonin edhe biznesmenët të cilët me cilët do të vinin në zbatim planin e tyre për të sjellë parat në Shqipëri dhe më pas për të vazhduar me ndërtimet në kulla të ndryshme në Tiranë, por edhe në projekte në Bregdetin e Jugut. Dhe një dëshmi shumë interesante në këto vendime është ajo Erion Alibejajt, i cili është dëshmitar i mbrojtur i prokurisë dhe i drejtësisë shqiptare, sepse ai ka qenë një personazh kryesor i narkotrafikut, ka qenë pjesë e narkotrafikut së bashku me vllajin i cili u vra rreth 5 vite më parë në zonën e Elbasanit. Dhe në këtë dëshmi ai thotë që sipas deklarimit të Erion Alibejajt, thotë prokuria, Ilir Shtufi njihej si biznesmen në fushën e ndërtimit. Por në periudhën përpara lidhjes me Artur Koçekun, Artur Koçeku është një ndër personat i cili është shpallur në kërkim nga prokuria, ndodhej në vështirësi ekonomike. Ai deklaron se kishte mësuar nga bisedat mes tyre se Shtufi kishte borxhe të konsiderueshme, probleme me persona që kishin vendosur gjoba dhe konflikte të krijuara nga shitja e apartamenteve 2 herë apo dhe ambienteve të tjera nga 2-3 herë. Alibejaj më pas ka vazhduar me dëshminë e tij dhe ka sqaruar se Artur Koçeku e ndihmoi që të dilte nga kjo vështirësi Ilir Shtufi, duke i sjellë shuma të konsiderueshme parash kesh, dhe të cilat më pas investoheshin në projekte të ndryshme që zoti Shtufi kishte marrë si në Tiranë apo në qytete të tjera të vendit, dhe sigurisht e ndihmoi që të largonte personat me të cilët Ilir Shtufi kishte probleme apo që i vendosnin edhe gjoba. Erion Alibejaj deklaron se pas krijimit të kësaj lidhje mes Artur Koçekut edhe Ilir Shtufit, biznesi i këtij të fundit ka njohur një rritje shumë të shpejtë dhe shumë të konsiderueshme, dhe sipas tij fondet kesh të siguruara nga Koçeku u përdorën për të stabilizuar situatën financiare të biznesmenit, por edhe për të zgjeruar më pas investimet, sepse kishte mundësi që të kishte në portofolin e tij shumë para. Dhe Erion Alibejaj ka vazhduar më tej se shprehet se Artur Koçeku sillej si një prej pronarëve real të objekteve që ndërtoheshin nga Ilir Shtufi, dhe se kjo ishte e njohur edhe nga persona të tjerë të rrethit të tyre shoqëror. Dhe kjo është një dëshmi e cila është marrë nga prokuror dhe është vendosur si një provë shumë e rëndësishme në dosjen e para disa ditëve. Kjo është vetëm një anë me cilën vetëm njëra provë të cilën ka prokuroria në dosjen e disa ditëve më parë, pasi aty janë verifikuar transaksione të tjera, sigurisht notariale, jo notariale, transaksione bankare, por edhe veprime të tjera që kanë bërë personat të cilët janë në netim me personat të cilët janë duke verifikuar veprimet e tyre. Për te faktit që janë sekuestruar 600 apo 650 milion euro në këto 2 aksionet fundit SPAK, ajo që në fund ka rëndësi janë konfiskimet, dhe këtu bjem dakord, por duke parë rezultatet konkrete që ka pasur prokuria e posaçme gjatë vitit që lan pas, kur vjen puna të konfiskimi, SPAK dhe gjykata e posaçme janë kurkund. Bazuar në raportin që ka hartuar vetë prokuria e posaçme gjatë vitit 2025, pasuria e sekuestruar sa i takon krimit konfiskuar sa i takon krimit organizuar gjatë vitit që lan pas, është vetëm 1.900.000 euro. Ndërsa pasuria e sekuestruar ndaj personave të cilët kanë bërë korrupsion në këtë vend është vetëm 100.000 euro.
Kështu që tani po flasim për një diferencë shumë të madhe mes asaj që sekuestrohet dhe asaj që konfiskohet. Dhe këtu është problemi më i madh që do të ketë prokuria e posaçme në raport me këto çështje që ne jemi duke diskutuar, sepse ne këtu do të mblidhemi sërish me kismet ndoshta vitin tjetër dhe sigurisht që do të ketë vendime për konfiskimin e këtyre pasurive dhe nëse ti në 600 milion euro ke sekuestruar vetëm 10%, atëherë nuk e bërë në këndvështrimin tim asgjë, sepse 650 milion euro apo 700 milion euro me 25 milion euro të sekuestruar apo 30 milion euro të sekuestruar nuk janë asgjë dhe nuk i ke hequr nga dora krimit asgjë. Unë jam dakord me këtë për një arsye, vërtet konfiskimet mund të jenë në gjykatë shkallës parë të GKK-s dhe në të dytën, ashtu siç e shohim, ajo që ka dalë nga Vatha, qoftë edhe e ambasadës amerikane, absolutisht është gjykata e lartë që do tentojë me kaq para, për mua është gjykata që brenda sistemit jo kaq e korruptuar sa gjykatat e rretheve, po njëkohësisht aq e korruptuar deri tani ka qenë në vathën e ambasadës amerikane për të mos ndryshuar asnjë vendim nga gjykatat e GKK-s, tani e gjithë është kthyer në një çet e korruptuar e cila ndryshon shumë vendime, ka bërë lëshime pa fund, edhe duke hequr ato që duke fituar ato parateve. E fundit përmbledhje për të gjithë të që thamë, Tela SPAK së fundmi ka realizuar goditje mjaft forta ndaj narkotrafikut dhe është vërtet për të përgëzuar. Edhe skeptike, thash në fillim unë. Jo, ka patër organizata. Jo, po. Do ishin super. Jo, të mos mbetemi të ato, okej. Çfarë na kanë treguar? Shkurt, Tela, përmbledhje. Flasim për vlera tilla ndaj trafikut të pasimit parave. Çfarë na kanë treguar këto aksione për gjendjen e vendit dhe penetrimin e krimit në ekonominë tonë? 10 vjet më parë, Shqipëria ishte e mbushur me kanabis, edhe u ngrit alarmi i madh që të gjithë po merresh me tregtinë e kanabisit. Kanë kaluar 10 vjet dhe kemi prodhuar heronjt e trafikut të kokainës, kemi 10 vite që merrem me emrat e tyre, dhe heronjt e korrupsionit. Janë gjithë këta që xhirojnë parat e drogës nga vendet e Evropës e të Amerikës Latine dhe i sjellin në Shqipëri, i investojnë këtu, pastrojnë parat, ndërtojnë vila dhe apartamente që blehen nga pjesa tjetër e korruptuar e shoqërisë dhe e shtrirë gjërësisht në qeverisje dhe në administratë, dhe SPAK-u, të paktën prej pak kohësh, ka vendosur që ta luftoj siç është organizatat kriminale të trafikut kokainës, ashtu dhe të korrupsionit. E rëndësishme është se si vjon më tej ky operacion. Pra, nga e hëna në tenjë 4 ditë 2 operacione të tilla, por nëse ne vështrimi në për Tiranë e më tej në për Bregdet në Shqipëri, kullat e ndërtuara sërish me beton të parave të ardhura nga jashtë, apo të korrupsionit, vazhdojnë dhe shtrihen në për çdo thep të Shqipërisë.